Në kompleksin memorial të Morinës, u shënuar sot 28 vjetori përkujtimori betejës së Morinës, një nga ngjarjet më të rëndësishme të luftës për lirinë e Kosovës. Në këtë ceremoni morën pjesë ish luftëtar të UÇK-s, familjar të dëshmorëve, përfaqësues institucional, autoritete lokale e policore, si dhe qytetarë të shumt. Të pranishmit bën homazhe dhe vendosën kurora me lule pranë varreve të dëshmorëve, duke ndëruar sakrificën e tyre për lirinë e vendit. Gjatë ceremonisë u theksua rëndësia e ruajtjes së kujtesës historike dhe e respektimit të veprës së dëshmorëve dhe veteranëve të luftës. Në këtë aktivitet ishte i pranishëm edhe ish komandanti i rrafshit të Dugaxhinit Ramush Haradinaj, i cili edhe foli para të pranishmëve. Jemi bashku sot nderojmë kujtimin për heronjt tonë. Morina ka qenë një prej veneve më të ndihshme, më të zorshme që me mbajt luftën gjallë, po edhe shumë e nevojshme sepse përmes Morinës, përmes brezit kufitar, është furnizue gjithu UÇK-ja me armë dhe njëkohësisht me ushtarë, 3 që kanë ardhur në luftë. Luftarët e Morinës, bashkë luftarët tonë, e kanë bë më të mirën të mujshme në shërbim të atë dhëut. Ata që janë dëshmorë e kanë dhënë edhe jetën, po dhe shumë tjerë janë këtu prezent që i falenderojmë për shërbimin që kanë bërë në atë kohë për lirinë tonë që e gëzojmë sot. Nderimi përjetshëm për trend për liri. Beteja e Morinës zë një vend të veçantë në historinë e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës. Pas luftimeve të zhvilluara në këtë zonë gjatë vitit 1998, me 7 korrek u zhvillua një nga betejat më të lavdishme të UÇK-s, ku ranë heroikisht Arben Ukshini, Blirim Ukshini, Nezir Elezaj, Sulejman Abdyli, Ahmet Pulatani, Ymer Bytyçi dhe Mine Ukshini. Mes lotësh dhe emocionesh, nëna e dëshmorit Sulejman Abdyli, Gjylshahe Abdyli, kujtoi sakrificën e të rënëve dhe rëndësinë që brezat e rinj të mos e harrojnë kurrë çmimin e lirisë. Unë më burna si kom pas djemë, 5 si kom pas në luftë, ju kohë të letë, dheve tyne. E faleminderit tonëve, kush o kone, kush është ardhë, i ka vizitu këtë vërreze. Faleminderit, inshallah së hubë gjaki tyne, shka kanë përjetuë. 5 di kom pas. Po, fati që kjo shkuë, tjetën plagosë, më qeshë më ka metë. Ceremonia përfundoi me vizita në muzeun e kompleksit memorial të Morinës, ku të pranishmit pa nga afër fotografi, dokumente dhe veshje ushtarake që dëshmojnë historinë e luftës dhe sakrificën e luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës.